Një raport I ri mbi destinacionet më ekonomike për të udhëtuar në Europë në vitin 2026 e rendit Shqipërinë si një nga vendet më të frekuentuara për turistët që kërkojnë pushime me kosto të ulët, por përvojë të plot turistike. Sipas analizës së publikuar nga media spanjolle Mundojoven, Shqipëria po shndërrohet në një nga destinacionet më të rejse të kontinentit, falë çmimeve të ulta, natyrës së paprekur dhe rritjes së ofertës turistike përgjatë Bregdetit Adriatik dhe Jon. Shqipëria përshkruhet si një parajse e Europës, shpesh e krahasuar me Maldivet e Europës, për shkak të ujrave të kthjellta dhe plazheve të saj, por me një kosto shumë më të ulët se destinacionet e njohura si Riviera Franceze apo Italia Jugore. Sipas raportit, një darkë me produkte deti dhe verë lokale në zonat bregdetare mund të kushtoj rreth 12 deri në 15 euro, ndërsa akomodimi në hotele me pamje nga deti shpesh rezulton më I lirë se një krevat në hostlet në qytete të mëdha europiane. Raporti thekson gjithashtu se Shqipëria ofron një kombinim unik të qyteteve historike si Gjirokastra dhe Berati, si dhe destinacioneve moderne turistike në Rivierën Shqiptare, duke e bërë vendin gjithnjë më të rejqës për turistët e rinj, si dhe vizitorët me buxhet të kufisuar. Në renditjen e vendeve më ekonomike për udhëtimet në Europë për vitin 2026, përfshihen gjithashtu Bullgaria, Rumania, Hungaria, Polonia, Slovenia, Republika Çeke, Greqia, Portugalia si dhe Spanja. Ekspertët e turizmit theksojnë se rritja e kërkesës për destinacione me kosto të ulët, së bashku me zhvillimin e infrastrukturës turistike, po e pozicionon Shqipërinë si një nga pikat më të nxehta të turizmit evropian, veçanërisht për vizitorët nga Europa perëndimore dhe rajonet e tjera.